Inflacioni në muajin shkurt mbeti pa ndryshuar, duke bërë që çmimet të rriteshin me të njëjtën përqindje si në janar. Edhe pse inflacioni po ulet, shtrejtimi i ushqimeve nuk po ndalet. Në shkurt, produktet e mishit, zarzavatet dhe bylmeti kushtuan më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Instat thotë se çmimi i mishit u rrit me 4%, ndjekur nga zarzavatet. Shkak për këtë shtrejtim është tkurrja e numrit të baktive, por edhe bujqësisë. Edhe pse Instat raporton për ulje të inflacionit në 1.9%, që është nën objektivin e Bankës së Shqipërisë prej 3%, përsëri shporta nuk e ndal shtrejtimin. Në muajin shkurt, ushqimet dhanë kontributin më të madh me 0.97% në rritjen e inflacionit, ndjekur nga mobilimi i shtëpisë dhe pijet alkolike. Në raport me shkurtin e vitit të kaluar, ushqimet janë shtrejtuar me 4.5% dhe rritja më e lartë është regjistruar tek produktet e mishit, zarzavatet dhe bylmeti. Sipas ekspertëve, tkurrja e numrit të baktive, por edhe rënja e sektorit të bujqësisë po ndikon në shtrejtimin e produkteve kryesore të shportës. Ndërkohë, në muajin e kaluar, shtrejtim kanë pasur thuajse të gjitha grupet e madrave, me përjashtim të transportit, pasi ra lehtë edhe çmimi i naftës bruto në tregun e huaj.